Elin. Një ndër pikat e këtij kodi etik është që ministrat nuk duhet takohen me biznesmen dhe duhet takohen vetëm në kushtet kur janë në praninë e dy punonjësve të administratës. Ju personalisht e keni zbatuar këtë pikë, a keni takuar bashkëshortin tuaj, biznesmen dhe investitor strategjik në shoqërinë e dy punonjësve të administratës apo keni shkelur kodin e tij? Faleminderit. Për zonjën ministra. Tani këtu përgjigjen do ta jap unë. Do kalosh në riedukim si Ambrozia për 3 muaj të ardhshëm. Anëtari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Jamar Maltezi ka reaguar në Facebook duke akuzuar prokurorinë për hetime selektive. Ai tha se prokurori Olzdado, i cili veproi ndaj Erion Veliajt, ka refuzuar të fillojë hetimet për çështjen e Olta Gjashkës, pasi sipas tij aty del Edi Rama. Sipas Maltezit, Beleri ka çuar në gjykat vendimin për të mos vijuar hetimet dhe gjyqtarja ka urdhëruar që ato të vazhdojnë. Ai theksoi se prokurorët veprojnë me komand për të përcaktuar se kë dhe deri ku do të hetojnë. Maltezi përmendi rastin e inceneratorëve duke akuzuar se nuk ka përgjigje për rolin e Agacios dhe Metanit, pasi aty fshihet pikërisht Edi Rama. Ai gjithashtu tha se nuk është dhënë leje për të vepruar ndaj Taulamballës pavarësisht për ndjekjes së tij në përgjimet e bandave kriminale. I njëjti prokuror Olzdado që ka vepruar ndaj Erion Veliajt ka refuzuar të hetojë më tej në rastin e vjedhjes së tokës shtet dhe të dhënies së statusit investitor strategjik për Olta Gjashkën se i del Edi Rama. Beleri e ka çuar në gjykat vendimin e prokurorit për të mos hetuar më tej dhe gjyqtarja ka miratuar që duhet të hetojë. Por del qartë që prokurorët veprojnë me komand se cilin dhe deri ku do të hetojnë. Partia ende të dënon se Geborfaj, Thain Veroxha Kadrias Biut dhe me fjalën e tij u arrestua dhe u pushkatua. Ndaj u burgoz dhe Erion Veliaj, por ka 5 vite dhe nuk ka përgjigje për rolin Agacios dhe Metanit tek inceneratorët, sepse aty del Edi Rama. Ndaj nuk është dhënë leje të veprohet para zgjedhjeve ndaj Taulamballës, i cili ka vite që ka dalë në përgjime të çdo bande kriminale nga Elbasani në Fushkruj e deri në Shkodër.